Big Brother VIP Kosova është kthyer në një format mjaft të ndjekur nga shqiptarët kudo që ndodhen. Me një rekord shikueshmërie, rreth 2 milion shikime në YouTube vetëm për 24 orë, ky format pritet të dhurojë surpriza pafund dhe lidhje dashurie. Edhe moderatorja sportive, Hygerta Sako, u bë pjesë e këtij formati, duke braktisur punën që ajo bënte prej vitesh në radio televizionin shqiptar. Jo pak veta mbetën të çuditur kur në orarin që ajo duhet të ishte duke moderuar emisionin e saj në Tiranë, u shfaq brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Me njëherë më pas, ka patur edhe reagim të fuqishëm, sepse është e patolerueshme që një gazetare të braktisë emisionin e saj në mes të sezonit për të bërë pjesë të një formati reality show. Burime pranë televizionit shqiptar thonë se është kërkuar një mbledhje urgjente për të parë se si është vepruar dhe mbi ç'bazë ligjore i është dhënë leje gazetares që të braktisë emisionin për të bërë pjesë e një tjetër formati. Kolegë të Hygertës shprehet se nëse nuk janë zbatuar procedurat ligjore, Hygerta mund të ndërshkohet me gjob. Gjithsesi, ajo që ka më shumë rëndësi është fakti se Hygerta ka vendosur të japë një impuls të ri jetës së saj dhe do që ta shijojë pafund këtë përvojë. Hygerta Sako është e divorcuar prej shumë vitesh. Nga martesa që ka patur, ajo është bekuar me një vajzë.